Sporti nuk një mosh. Filantropistja e njohur shqiptare amerikane, zonja Fotini Kokeri, u prit sot nga presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar, zotit Fidel Ylli, nga sekretari i përgjithshëm i FSHA-s, zoti Nikolin Dionisi dhe zoti Rudim Bektashi, presidenti i Arteve Veterane të Shqipërisë. Në këtë takim, zonja Fotini u vlerësua me certifikat mirënjohje për kontributin e dhënë në zhvillimin e sportit për atletët veteran masër të Shqipërisë, duke përkrahur dhe inkurajuar atletët veteran që provojnë që sporti nuk një mosh. Presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar, Fotini Alteni Kokeri, jemi miq të vjetër. Filantrope nga Amerika. Hajde. Fotinia sponsorizoi udhëtim dhe fjetje të ekipit kombëtar të Shqipërisë të mastrave, që mori pjesë në kampionatin. Sa veta ishi? Ne ishim 2 veta. Ishe dorë shollaku? Jo, isha unë, Gjergji Hasan. Gjergji Hasan është një atlet që jeton nga ata. Dhe pa ndihmën e Fotinis, pothuaj se do ishte e pamundur pjesëmarrja jonë në këtë kampionat botëror, sepse kostot ishin shumë të larta. Në çfarë shteti? Në shtetin e Floridës, në Amerikë, në Gainesville. Janë në Florida, Jo vetëm që na ndihmoi nga ana ekonomike, po na ndërroi dhe duke marrë pjesë në ceremoninë e hapjes të kampionatit, ku dihet që Shqipëria gjithnjë ishte para, dhe ngritëm flamurin së bashku me Fotin, të parë në gjithë kampionatin. Dashur pa dashur, e blem atë emrin tonë. Sa i sillni unë këto fotografitë nga ti postojmë Ne në... kam sjellë, në fakt, po dhe do këto... Filantropistja e njohur shqiptare amerikane për kontributin e dhënë në zhvillimin e sportit për atletët veteran master të Shqipërisë, duke përkrahur dhe inkurajuar atletët veteran master të Shqipërisë që promovojnë që sporti nuk një mosh. Urime Fotini. Faleminderit shumë Fidel, ishe kënaqësi. Urime. Dhe këtë medalje në mënyrë simbolike. Shumë faleminderit. Kjo është medalje e parë që kam marrë si sportiste, se kam marrë shumë medalje tjera si filantropiste, por. Edhe Komiteti Olimpik do t'i japi një medalje për gjithë të kontributin që ju keni dhënë dhe jepni në ndihmë edhe të njerëzve, po njëkohësisht edhe të sportit shqiptar dhe kryesisht të veteranëve të atletikës në Florida të Amerikës. Komiteti Olimpik ka bërë dhe një set të vogël që ti mbajnë çik njerëz të bluza që ti mund ta veshësh nëse bluza e Komitetit Olimpik. Miq të nderuar të emisionit Albanian Dream, unë shikoj këtu një foto ndryshe, një foto e cila është gjithmonë atje ku komuniteti shqiptar jo vetëm i Filadelfias, po kudo në diaspor, është gati për t'i ndihmuar të gjithë. Por buzëqeshja e fotit sot është ndryshe. Pse? Sepse është ajo dashuria për sportin, dashuria për të qenë gjithmonë e bukur, për t'i thënë të gjithëve që nëpërmjet sportit aty është tema e akilit për të parë një shpirt të ri. Foti sot mban në duar një tjetër dhuratë të bukur. I shikoj këto të gjitha, por bluzja. Kjo bluza e cila do thot shumë për të qenë këtu në Shqipëri. Jem më emocionuar sepse je pranë këtij personaliteti? Po, patjetër. Apo sepse je shpërblyer tashmë? Jo, sepse jam mes shqiptarëve të mi, ish sportistëve, sepse Fideli ke qenë mundës. Unë kam qenë basketbolliste, atlet, ku ka më bukur. Edhe pse me mosh, ne prap kemi energjinë. Edhe po na japësh një top sot, i tregoj të gjithëve se si bëhet koshi. Edhe në këtë emocion vërtet shumë të madh për komunitetin shqiptar që është atje në diaspor, është dhe zotëria Rubin. Rubin, di që keni bërë një bashkëpunim vërtet gjigant që ishte u bë lajm i parë atje. Më thuaj, cili ishte emocioni që mora? Atëre, u lidhëm me Fotin dhe ajo na ndihmoi që ne të merrim pjesë në kampionatin botëror të atletëve veteran master, që u zhvillua në Florida. Ishte një ndihmë shumë e madhe dhe pak të ndihmë, pothuajse ekipi jonë do ta kishte të pamundur të merrte pjesë në këtë kampionat. Ne e falenderojmë me Fotin, jo vetëm me certifikatën edhe me një medalje, por është një falënderim nga zemra dhe urojmë që të vazhdojë rrugën e saj sa më gjatë dhe sa më vullnetshëm. Meqenëse na jepet mundësia, cili është mesazhi që do t'i japësh të gjithë karakterëve si Foti? Çfarë kërkoni ju?
t'i ngjajnë sa më shumë fotit. Të punojnë sa më shumë për komunitetin, duke ndihmuar të gjitha shtresat në nevojë. Dhe në diaspor janë shumë sportistë të tjerë. A i kanë të gjithë vëmendjen e fotit? Normalisht foti duhet bëj një punë tani jo vetëm për veteranët, po edhe për Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar, ku ka talente pafund, ka gjyshër, ka prindër që kanë fëmijë, kanë niprit e tyre dhe unë do t'i thoja fotit punoj më shumë që të ketë mundësi këto talente, pavarësisht se stërviten, jetojnë, kanë lindur në Amerikë, po të ketë mundësi që të përfaqësojnë flamurin kombëtar shqiptar, pasi Shqipërisë mbas viteve 90 i kanë ikur më shumë se 37 medalje olimpike që kanë ngaruar për vende dhe për flamuj të tjerë, për Greqinë, për Bullgarinë dhe i fundit ishte dhe Donald Suxho, një korçar me origjinë, të cilin e kemi patur dhe ne në shumë aktivitete. Sportisti i ekipit ton kombëtar, ku mori medaljen olimpike për ekipin kombëtar amerikan në lojrat olimpike të Athinës 2004. Por kjo do të bëjë të mundur që ne me ndihmën tonë dhe me database-in që kemi mundësi të identifikojmë talentet tona në të gjithë botën ku janë, që flamuri shqiptar të ngrihet në të gjitha arenat botërore, sepse sporti është ambasadori më i mirë, ai që e përfaqëson Shqipërinë me kaq dinjitet në arenën botërore, siç janë marrë Shqipërisë këto 4 vitet e fundit mbi 650 medalje për moshën 15 deri tek të rriturit. Ky është sporti, prandaj më shumë vëmendje për sportin, se sporti nuk është vetëm një garë dhe një medalje, po është shëndet, është edukim, është diplomaci sportive dhe ne mendojmë që nëpërmjet sportit ne do t'i japim vlerë rinisë shqiptare të largohen nga veset dhe të vinë afër palestrave. Patjetër, ju e keni suportin tim sepse zemra ime